Shpirti im adhuron Zotin dhe zemra ime ngazëllohet për Perëndin, shpëtimtarin tim, shpëtimtarin ton të gjithëve, i cili na bëri të mundur dhe na bekoi me mundësinë e kësaj meshe të shenjtë, në këtë vend të shenjtë, në këtë ditë të shenjtë, që kujtojmë një shenjtore të madhe të kishës sonë, jetën, veprën, famën, besimin dhe virtytet e së cilës në mënyrë të shkëlqyer na i shpjegoi atë Grigori, të cilin e falenderojmë për fjalën e tij të Perëndin ndriçuar. Por sot, edhe pjesa që lexuam nga Ungjilli ka disa mesazhe për të gjithë ne, sepse edhe shenjtorët, edhe shenjtoria që festojmë sot, nga vepra, nga mësimi, nga fjala dhe nga sakrifica dhe nga dashuria e Zotit, të cilat janë këto që përbëjnë Ungjillin e tij, u frymëzuan edhe u bën që ata që u bëjnë, të cilët i kremtojmë akoma edhe pas shumë shekujsh. Ungjilli i sotëm na paraqet mrekullinë e bekimit dhe të shtimit të 5 bukëve dhe 2 peshqve. Dhe është kaq e rëndësishme kjo ngjarje, sa që të gjithë ungjillorët e përshkruajnë në ungjit e tyre. Zoti po mësonte turmat, shëroi të sëmurët që ishin aty, edhe në fund ju thanë nxënësve që të ushqenin turmën, popullin që ishte rreth rrotull tyre. Dhe nxënësit i thanë, nuk kemi asgjë përveç se 5 bukë dhe 2 peshq. Dhe Zoti ju thot, jepuni të hanë. Dhe ndërkohë që filluan të shpërndanin, as bukët nuk mbaroheshin, as peshqit nuk mbaronin, por hëngrën të gjithë, edhe tepruan rreth 12 kosha. Zoti vuri një rend në jetën tonë. Pasi i mësoi ata, pasi i shëroi, atëherë u kujdes edhe për urinë e tyre trupore. Kështu edhe ne, le t'i japim rëndësi ushqimit shpirtëror, leximit të shkrimit të shenjtë, lutjes së përditshme, sepse ky është mësimi që na jep Zoti në Ungjillin e sotëm, dhe padyshim që kjo është më e mirë për ne. Dhe diçka tjetër që mund të kuptojmë nga Ungjilli i sotëm është se nuk është e nevojshme që të kemi shumë. Ato pak që kemi, edhe gjëra materiale, edhe aftësi, edhe fuqi, edhe dituri, në qoftë se i vëmë ato në shërbim të Zotit, në qoftë se ja ofrojmë pikë së pari dhe para së gjithash atij, atëherë ato nuk do të mbarojnë kurrë, por do të mjaftojnë për ato që kemi ne në mendje dhe për të tjera kërkesa dhe ekzigjenca që Zoti do të paraqisë në jetën tonë. Edhe ato që mbetën, kosha 12 plot mbetën të mbushura me bukë dhe me peshq, thot Ungjilli i sotëm. Tregojnë se hiri i Perëndis nuk shteron kurrë. Sa më shumë shpërndahet, në sa më shumë njerëz ai shkon, nuk mbaron kurrë, ka për të gjithë, është për të gjithë ne deri në fund të jetës sonë. Dhe një gjë tjetër që duhet të vëmë re është se Zoti nuk i ushqeu vetë njerëzit që ishin pranë tij, por ju tha apostujve, ushqejni, shpërndani bukët edhe peshqit. Dhe këtë e bëri në formën dhe në tipin e kishës. Këtë bën kisha. I ushqen nxënësit e Zotit, ata që vinë për të dëgjuar fjalën e tij, ushqen me fjalën e tij dhe me misteret e kishës. Në tipin e kishës edhe apostujt ushqyen njerëzit me bukët dhe me peshqit që ishin atje. Le të mos kemi pra frikë. Le të mos ndruhemi se mos nuk mundemi, se mos nuk mjaftojnë. Se mos nuk mjaftojmë edhe ne vetë për atë që duam të bëjmë, nëse ajo që duam të bëjmë është e mirë. Sa do pak të kemi, sa do pak të jemi, sa do të pamjaftueshme të jenë mundësitë tona, nuk ka rëndësi. Diçka tjetër ka rëndësi. Ka rëndësi në dorën e kujt i vëmë ato. Nëse i vëmë në dorën e Zotit, nuk kanë për të rreshtur kurrë. Këtë bën shenjtorët, këtë bëri dhe shënepremtja. Mendoni, një grua e dobët,
e pafuqishme e vetme përpara perandorit. Nuk mendoj në asnjë moment as se çfarë do të thoshte, as nuk mendoj që të braktiste besimin e saj për të shpëtuar jetën e saj. Mundësitë e saj të pakta i vendosi me zell dhe me dëshirë të madhe në dorën e Zotit, dhe ai i shtoi dhe i bekoi ato, dhe ja ku jemi pas shumë e shumë shekujsh që këndojmë edhe himnojmë famën e saj, dhe të gjitha ata që e luftuan dhe ata që e vranë janë zhdukur nga historia botërore. Pra sa do pak të jemi, sa do pak të kemi, në dorën e Zotit bëhet shumë dhe jemi shumë. Gëzuar dhe për shumë vjetë të gjithve ditën e shenjtores së madhe që festojmë sot. Zoti ju bekoft të gjithve.